Ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Gjeneta Fetahu, njihet për deklaratat e saj të drejtë për drejta dhe një personazh që flet hapur pa filtra. Së fundmi, ajo ka ngjallur një korrekshit të madhe në rrjetet sociale me postimin e saj. Pak orë më parë, ajo ka publikuar një mesazh misterios ku shkruante: "A jeni gati për një befasi?", çka ka mjaftuar që ndjekësit të nisin aludimet për një lajm nga jeta e saj sentimentale. Dyshimet janë shtuar edhe më shumë kur Gjeneta ka komentuar me një zemër në postimin e buksirit të njohur Ardian Krasniqi. Kujtojmë se gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Gjeneta ka përmendur disa herë emrin e Krasniqit, duke shtuar më tej dyshimet se mes tyre mund të ketë diçka më shumë se sa një njohje e thjeshtë. Megjithëse këto mbeten vetëm thjesht aludime, sepse një koment të një video nuk do të thotë asgjë, por nga ana tjetër mund të thotë edhe më shumë. Ne do të rikujtojmë se Gjeneta Fetahu, pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Kosovë, dha shumë deklarata bombastike për fenomenin dhe fituesin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjestin.